Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, Allahun, Zotin e vetëm të vërtetë falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë, falje dhe mëshirë kërkojmë. Allahu të lutemi që të na ruaj prej së keqes, e cila nuk është gjë tjetër vetëm se pasojë e vetave dhe e veprave tona. Allahu në lutë që të jemi prej atyre njerëzve për të cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, sa herë që besimtarët ulen, mblidhen, takohen, tubohen për hatër të Zotit, për të lexuar fjalën e Zotit, ose për të medituar rreth fjalës së Zotit, ose për të përmendur Zotin e Madh Allahun. Mëshira e Zotit do të erdhë mbi ta, do të përjetojnë qetësi shpirtërore, do të mbulohen dhe do të rrethohen nga melajket, e siç janë në tokë, Zoti i përmend atje ku është ai, e kur çohen nga këto takime dhe tubime, një zë thret nga qielli çohuni se Zoti ua ka fal gjunahet, gjitha të këqija që keni pas, Zoti Allahu pra ua ka kthyer në sevape. Allahu të lutem ashtu siç është lutur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur tha: Allahumma ij'alil Qur'an rabi'ata qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa ghumumina. O Allah, Zot, bëj këtë Kur'an pranverë dhe qetësi dhe rahati të zemrave tona. O Allah, bëj këtë Kur'an dritë, udhëzim dhe shkak që me të të largohen gjitha të këqijat, brengat, hallet, sikleset, streset. O Allah, bëj këtë Kur'an dritë dhe udhëzim për ne sa jemi gjallë në këtë botë, dritë dhe udhëzim për ne në botën tjetër dhe ndërmjetësuesin ton, atë ditë që Kur'ani dhe agjërimi do të jenë dëshmitar, dëshmues dhe ndërmjetësues për njeriu. Lutë Zotin e Madh që na e mundsoj që ky Kur'an të jetë gjithmonë me ne në lexim, në meditim, po edhe në nxjerrjen e mësimeve, sepse aty është gjithë secili prej nesh. Thot Zoti në Kur'an: Kitaben fihi dhikrukum, një libër në të cilin ju kemi përmendur. Dhe kur i kanë pyet moçmit çfarë do thotë ky ajet, ka thënë: Allahu në Kur'an përmend karakteret, cilësitë, virtytet, veset e njerëzve. Dhe gjithë secili e gjen veten në Kur'an. Gjithë secili mund ta gjejë veten e tij në Kur'an të përmendur, pra në bazë të asaj që ne veprojmë, në bazë të asaj që ne sillemi, në bazë të asaj që është e mbrëmshme brenda nesh, që e din vetëm Zoti, s'na lexon dot askush, në bazë të asaj gjithë secili prej nesh mund të gjejë emrin e vet dhe veten e vet në Kur'an. Ne kemi lexuar së bashku dhe kemi medituar rreth surës Zelzele, ose tërmeti i madh. Dhe është Zelzele prej ngjarjeve të mëdha që ndodhin para kiametit dhe për ngjarjeve të mëdha që do të ndodhin mbas kiametit. Pra do të ketë toka dy tronditje të mëdha. Dhe kur thuhet dridhje dhe tronditje, këtu nuk bëhet fjalë për një tërmet të kufizuar, të lokalizuar, por bëhet fjalë për një tërmet global, pra për gjithë tokën, pra përfshin gjithë tokën si para kiametit, po edhe mas kiametit. Për këtë arsye Allahu e ka quajtur tërmet. Faktikisht njeriu në jetën e kësaj bote, në zemrën e tij mund të ndodhë ndonjë tërmet dhe reflekton, ose s'ndodh asnjë lloj tërmeti dhe nuk reflekton. Lumë për atë njeri që i ndodh tërmeti në zemër dhe në shpirt dhe reflekton, krahasim me njëri i cili është, siç thot Zoti në Kur'an: Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. E më pas u ngurtësuan zemrat tuaja dhe u bën si shkëmbit, si gurët, madje edhe më të forta ose më të ashpra se sa shkëmbit dhe gurët.
Kështu që njeriu kur lexon, kur mediton rreth asaj që thot Zoti, rreth asaj që thot pejgamberi, faktikisht duhet shkaktojë kjo tek ai një lloj tronditje, një lloj zgjimi, një lloj kujdesi. Sepse Zoti i Madh nuk bashkon për të njëjtin person mes dy frikave dhe dy sigurive. Kujt i shkaktohet në këtë botë frikë ndaj Zotit, pra mundohet me qenë i kujdesshëm, mundohet me qenë në rregull, mundohet me zbatu fjalët e Zotit, mundohet mos më hyn hak kujt etj. Allahu këtë njeri nuk e trem dhe nuk e frikson në botën tjetër, i jep Zoti siguri. E kush është i sigurt, pra me kuptimin s'do më ja ditë se çfarë thot Zoti, çfarë urdhnon Zoti, çfarë thot pejgamberi, çfarë ndalon Zoti, çfarë ndalon pejgamberi. S'do më ja ditë se i ditë do dalë përpara Zotit. Pra e shef veten e tij në siguri të plot, i hyn hak njerëzve etj. Normalisht që ky nuk do ketë qetësinë e ditës së Kiametit, sepse nuk i jep Zoti njeriu dy siguri dhe dy frika. Le të ndalemi inshallah taala tek dobit ose tek mësimet që mund nxjerrim nga leximi i surës Zelzele. Para gjë është një surë që duhet lexuar shpesh. Duhet lexuar shpesh sepse kanë të gjithçka. Pra në surën Zelzele përmendet, domethënë drejtësia e Madhit Zot, përmendet gjithçka që mund ta zgjojë njeriu dhe mund ta bëjë të reflektojë, ti çelën syt. Në surën Zelzele mjaftojnë dy ajetet e fundit të surës së Zelzele që njeriu të drejtohet, që njeriu të rregullohet, që njeriu të përmirësohet. Pra është një surë që duhet lexuar shpesh dhe këtë e bën te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe është mirë që të mësohet, është mirë që të thuhet, është mirë që të lexohet sa më shpesh sepse e zgjon njeriu nga gafleti, nga hutia. Nga leximi i surës Zelzele kuptojmë se kjo botë nuk ka asnjë lloj vlere tek Zoti. Vjen një moment shuhet gjithçka. Vjen një moment shkatërrohet gjithçka. Vjen një moment që sheshohet gjithçka. Për kjo dynja, kjo botë, me të gjitha bukuritë e veta që mund të ketë mrena, tek Zoti, siç thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk ka as vlerën e një flete ose krahu mushkonje. Sikur të kishte kjo botë dhe çfarë kanë te Zoti vlerë sa krahu një mushkonje, nuk do të kishte dhënë Zoti në këtë botë asnjë jo besimtari një glojk ujë. Po nuk ka asnjë lloj vlere, për këtë arsye njerëzit jetojnë. Për këtë arsye njerëzit jetojnë normalisht. Në surën Zelzele ne mësuam se jemi të dëshmuar nga shumë dëshmitar. Jemi të dëshmuar nga shumë dëshmitar. Pra kemi shumë dëshmues. Dhe se është e vështirë që njeriu të fshihet nga njëri nga këta dëshmuesit e tij, është shumë e vështirë. Zotit jo që nuk i fshihesh dot, dhe ai është dëshmitari dhe dëshmuesi kryesor, po edhe krijesave të Zotit nuk i fshihesh dot. Qiellit, tokës, sendeve, rrobave, trupit tënd, me lajkeve që të shoqërojnë, njerëzve që dëgjojnë, nuk i fshihesh dot. Mund të fshihesh dikujt, por nuk i fshihesh tjetrit. Mund të fshihesh një moment, mund të largohesh një moment, por nuk largohesh dot nga tjetri. Pra ne jemi të dëshmuar. Thjesht është mëshira e Zotit që këtë lloj dëshmimi ai e kalon të mbuluar. Për këtë arsye, thoshte Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu ta'ala anhu, sikur ti dini ju, thoshte, gjunahet e mia s'do të më shafroj njëri. Ose thoshte, sikur të kishin gjunahet e njeriu erë të keqe, do të më largoheshin njerëzit. Pra që do të thotë, ai fliste në këtë gjuhë sepse ishte sahabi, edhe i maste gjonat me peshore tjetër, jo siç i masim ne. Po kjo është e vërtetë për të gjithë. Kjo është e vërtetë për të gjithë. Për këtë arsye njeriu mundohet të shtojë dëshmuesit e hajrit për të dëshmuesit e mirë për të,
dhe të mangësoj dëshmuesit të këqij për të. Dhe një nga dëshmuesit më të këqij, më të përhapur në këtë kohë të njeriut janë rrjetet sociale. Njeriu me një postim, me një koment, me një like apo me një dislike i jep argument gjithë dhe atyre që ta shohin se kush është, se çfarë mendon, se çfarë kanë zemër dhe çfarë kanë shpirt. Se njeriu mund të bëjë gjinofe mes tij dhe Zotit, por kur i bën këto haptas, kur i përhap, kur komenton, kur bën, thjesht llogaritë sa të jetë gjallë kjo gjëja, do të jenë gjithë ta njerëz që e shohin dhe e lexojnë dëshmues për ose dëshmues kundër. Për këtë arsye tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Gjithë ummetin tim Zoti ka për ta fal përveç atyre që i bëjnë haptas gjonat. Sa ai që i bën çeftës mes atij dhe Zotit, ai që i bën haptas, ai bën edhe propagandë dhe reklam për të keqen. Do të jap vetëm një argument nga jeta e Uthmanit radhiyallahu ta'ala anhu. Ata që e bën fitnën, kohën e Uthmanit ishin i grusht njerëz. Duke ngritë ca problematika të Uthmanit, sipas atyre. S'man drejtësi, ka afru njerëzit e vet, nepotizmi, gjëra që faktikisht nuk qëndronin 100%. Mirë po, dikush që nuk ishte brendësi të muaveteve, i merrte si të vërteta, sepse ata që flisnin ishin besimtarë. U çu populli, shkoi puna në vrasjen e dhëndrit 2 herë të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pra, e keqja merr si flaka në pyll. Në momentin që nizet një flakë në pyll, nuk ka gjë më që e ndalon. Kështu është edhe e keqja. Për gojimet, llafet, tashethemet. Flas, sidomos kur bëhen në rrjet social. Se kur bëhen mes dikujt, ndoshta ai tjetër e myll, ndoshta ai tjetër të këshillon. Ndërkohë që aty mund të bëhet nami, e mund merren qaf dinjitetet, nderet, njerëz të pafajshëm, thjesht se kështu ka menu X apo kështu ka menu Y, ndërkohë që ty Allahu s'ka ngarkuar me boj gjykatësin për askënd, nëse ke diçka, shko kape filonin apo fistekun, këshilloj për hatër të Zotit. Ta mori këshillën, elhamdulillah, nuk ta mori ti je ka Allahu në rregull dhe e ke shlyr detyrimin që ke përpara Zotit ndaj këtij njeriu. Mësim tjetër që na jep sura tu zelzel është mënyra se si njeriu rreshtohet në këtë botë është argument se si do të dalin në botën tjetër. Si tha Zoti, jo me idhin jasdurun nasu e shtaten liuro a'malum. Atë ditë do të dalin, thamë në sa diluarit, hyrjet, daljet. E ka quajtur Zoti i Madh, dalje në njerëzve, din Kiametit dalje. Pra njerëzit sipas llojit të tyre do të dalin. Nuk do të dalin besimtarët e devotshëm me kriminalat, me njerëzit mohues e tjerë, do të ketë gjithë secili daljen e vet. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon se ti duhet të rregullosh, si më thënë atë krahun tënd qysh në këtë botë. Pozicionimin tënd qysh në këtë botë. Është e pamundur të jetë një besimtar i devotshëm min ehlil mesxhid, prej i tharve të xhamisë, jo adhuruesve. I tharve, pra atyre që rrinë vazhdimisht e frekuentojnë e tjerë. Është e pamundur që ky tipi të dali me i dalje ku del mohusi, ku del ai i keqi apo i pështiri e tjerë. Atë është shumë e rëndësishme ti në këtë botë pozicionohesh tek e mira dhe tek njerëzit e mirë që ditën e Kiametit dalsh me ta. Për ndryshe, nëse nuk pozicionohesh, mos prit. Mos e bëj si puna atij që millte ferra dhe priste grun. Por ai që miell grun nuk korr ferra. Gjithë secili do të korrë atë që ka miell. Edhe në jetën e botës tjetër, njerëzit do të jenë të renditur sipas pozicionimit që kanë pas në jetën e kësaj bote. Pra mësimeve të rëndësishme që duhet na japi sura Zelzele është siguria e plot në atë që thuhet në këtë sure.
Po ne besojmë gjithë Kur'anin, ne gjithë besojmë Kur'anin. Dhe ne gjithë themi se çfarë thot çdo sure Kur'an është e vërtetë. Mirë po, siguria kanë thonë është si puna e shikimit. Ne gjithë që jemi në këtë sallë sot gjithë shohim, apo jo? Nur pas për të thonë njëri për nesh, lexoj çikat në fund, çfarë lexon atje? Thot se lexoj dot. Dikush e lexon. Amo gjithë quhemi që shohim. Edhe puna e sigurisë. Ka siguri dhe ka siguri. Pra ka siguri të patundur dhe mbi 100-shën dhe ka siguri që shkon deri tek 100-shja. Se para siguria në 100-shën nuk quhet mos siguri. Pra minimumi i asaj që ti duhet të quhesh i sigurt dhe besimtari vërtet është 100% i sigurt. Ka njerëz që e kalojnë këtë 100% e sigurt. Ka njerëz që kanë imanin e tyre dhe sigurinë e tyre në 200, 300, 1000, 1 milion. Dhe ka për atyre që kanë besimin deri ke 100 ju shkon. Aty rrin deri ke 100. Amo njëri i cili ka siguri të plot në këtë detaj që përmendet në surën Zelzele ndryshon jeta e tij. Për këtë arsye tham ne duhet lexu sa më shpesh dhe duhet me medituar në të. Na mëson suratu Zelzele se të mirat dhe të këqijat në botën tjetër transformohen. Argumentin në fund fare kur tha sa do e vogël qoftë sa grimca më e vogël, i bjerë që të ketë dhe grimca të mëdha, i bjerë që të ketë dhe male, si thot hadithi, apo vargmale se vapesh, apo vargmale gjunahesh. Po mirë lind pyetja tani, po si ka mundësi për ditën e Kiametit, ku do të rinë gjithë ato male, se gjithë secili mund të ketë shumë. Dhe numri i njerëzve vetëm tani bota ka 8 miliard. Themi kjo është një botë dhe dimension krejt tjetër. Ti mos qaj hallin asaj pune. Ti qaj hallin se me çfarë do të dalësh para Zotit. Tjetra, mësim tjetër është se suratu Zelzele na mësoi se ringjallja e njerëzve në botën tjetër do të jetë shpirt trup, jo vetëm shpirtërore siç e kanë besimet e tjera. Ne në Islam besojmë se ringjallja në botën tjetër do të jetë mish trup. Pa do të jemi ne këto që jemi sot. Ky që kapti sot këtu, që të dhem kur e kap, ose që qeshe që ky do të jesh. Thjesht do të ketë transformim dimensionesh, po njeriu do të jetë i njëjti, që do të thotë përjetimi i xhenetit do të jetë përjetim materialo logjiko shpirtëror dhe përjetimi i xhenemit i njëjta gjë. Pra do të jetë diçka që ndjehet dhe do të jetë diçka që shijohet. Nuk është ëndër. Shpirti shkon në xhenet, në parajs, shpirti i këtij tjetër shkon në ferr, shpirti i këtij digjet, shpirti i këtij, jo më do të jetë trupi ky, njeriu. Për këtë arsye quhet ringjallje. Kema bada'na awwal al-khalqi nu'iduhu. Siç e krijuam për herë të parë njeriu, do ta ringjallim atë. Prej balte dhe i dheut ju krijuam, prej baltes dhe dheut do t'ju kthejmë prapë. Është e njëjta gjë, do të jemi jo vetëm njerëzit, po do të ringjallën dhe kafshët. Po thjesht kafshët nuk ka për to xhenet dhe xhenem, po lahen hesabet pas me fillu hesabi i njerëzve, pra llogaria e njerëzve, ndërsa njerëzit pastaj do të fillojnë mbas kafshëve. Për mësimeve që na jep suratu Zelzele është nëse bën, dhe kjo është edhe mësim nga të parët tanë, është nxjerrë nga kjo sure, nëse gabon thot në një tokë ose në një vend, mos ik prej atij vendi pa po aty një të mirë. Nëse nuk të bjerë, hajde herë tjetër, në të njëjtin vend bëj një të mirë. Për dy arsye. E para, që e njëjta tokë të dëshmoj për ty dëshminë e parë dhe dëshminë e dytë, dhe arsyeja e dytë se e mira e bërë të ta fshi të keqen. Nëse gabon në një kohë caktuar, mos e lër të ikë ajo kohë pa e shoqëruar me një të mirë mas asaj kohe. Se siç dëshmon toka, do të dëshmoj edhe, si më thon, jeta do të dëshmoj koha e njeriu.
Pra mësimeve që na jep leximi dhe meditimi në surën Zelzele është se ne duhet jemi falendërues ndaj Zotit që nuk i jep tokës një goditje dhe tronditje globale në këto kohëra, po janë goditje dhe tronditje lokale, të kufizuara. Duhet jemi falendërues ndaj Zotit. A nuk e shihni ju se Zoti e bëri për ju tokën si djepi, ajeti kuranor? A nuk e shihni se Zoti ju a ka dystuar, pra me kuptimin ju a ka bërë të përshtatshme për të jetuar tokën? A nuk i shihni ju malet si janë vendosur si shtylla që toka mos të luaj, e të tjera ajete të cilat flasin se kjo lloj sigurie që ka bota dhe toka është prej Allahut, është Zoti ai i cili e ka përsëritur. Dhe vjen një moment që Zoti e drejton muhabetin edhe e bën rrafsh. Atëherë është një mirësi për cilën duhet të jemi falendërues. Pra, kur meditojmë, duhet meditojmë edhe në këtë mirësi që na ka falë i Madhi Zot, që toka është e sigurt në kuptimin e të jetuarit mbi të qetësisht dhe rehat, po edhe me kuptimin që nuk i ndodh asaj diçka e dëmshme nga jashtë. Pra ka siguruar Allahu tokën me dy siguri të mëdha. Siguria e parë, siguria e vetë lëndës tokës, pra ka bërë Allahu ta tillë që ajo të jetë e sigurt, dhe e sigurisë nga jashtë. Allahu thotë kemi bërë qiellin si një stre mbrojtëse për tokën. Edhe me të vërtetë, po mos ishte ky qiell i cili e rrethon tokën, pra kjo shtresë atmosfere e cila e rrethon tokën, shumë rreзе të dëmshme dhe shumë problematika do të kishte toka, jo vetëm kaq, po edhe goditje mund të kishte nga meteorë e tjera, po Zoti më dhe ka ruajtur. Jep ndonjëherë diku në një goditje që më thon njerëzve ai, jeni në mesin e një shiu të madh, rrebeshit të madh meteorësh. Si e ruan Zoti tokën është prej Allahut, është mrekulli e tij. Mësuatu e Zelzele na jep edhe një mësim tjetër që është njeriu në momentin që reflekton jetën e kësaj bote dhe kjo i shkakton atij një lloj le të themi tronditje të mbrëmshme, kjo faktikisht duhet shoqërohet me përmirësim, me rregullim. Nuk duhet të jetë diçka që ndihet për një moment edhe harrohet kur del nga xhamia, por duhet të jetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith të bukur kur flet për ndjeshmërinë e mbrëmshme të besimtarit, e krahason atë me zemrën e kujt? Zemrën e zogut. Ke pati të kapësh në i zog e mos të rrahi zemra e tij tek dora jote, s'ndodh kurrë. Apo jo? Kështu i përgjason pejgamberi sa zemrën e besimtarit. Pra është gjithmonë në merak, është gjithmonë në kujdes që mos të hyj kujt në hak, po më i rëndësishmi mos më hyj në hak është Zoti, Allahu xhallahu xhallahu. Edhe Zoti duhet më hyj në hak. Pra duhet jemi ndaj tij falendërues, duhet jemi ndaj tij mirënjohës, duhet jemi të kujdesshëm me porositë që na ka dhënë Zoti, të kujdesshëm me porositë që ka dhënë i dërguari i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Suratu Zelzele na mëson gjithashtu që ne duhet i lutemi Zotit vazhdimisht të jemi të qëndrueshëm, sepse njeriu në natyrën e tij është si puna e tërmetit. Njeriu kështu është. Është e vështirë që njeriu të rri stabil. Për këtë arsye duhet t'ia kërkojmë Zotit stabilitetin. Dhe mos të besojmë tek vetja jonë se ne e kemi kalu këtë fazë, nuk kemi më probleme të tilla, s'ka siguri. Njeriu është i dobët. Njeriu është zullumqar, njeriu është egoist, njeriu është në errësirë, njeriu është ignorant, njeriu është hasedxhi, njeriu është mendje madh, njeriu ka shumë gjona brenda. E gjithë këto faktorë shkaktojnë atij nga momenti në moment rrëshqitje. Atëherë lutju Zotit të mbaj stabil dhe të qëndrueshëm dhe mos e provoko veten tate asnjëherë. Mos e provoko veten tate, këshill për hatër të Zotit, duke hap rrjete, duke hap gjona, duke parë, duke dëgjuar çdo lloj njeri, jo.
mos e fut veten tatën sprov. Shumë për njerëzve kanë devijuar se kanë dëgjuar me besimin e tyre se nuk i bën përshtypje, pasha Allahun e bën më të këqij se sa ata të cilët kanë deviacione. Sepse kanë menuar se ja dalin ata. Ndërkohë që feja jonë nuk na mëson kështu. Feja jonë thotë mos u përball me sprovën. Shembulli i besimtarit në rrugtimin e tij për tek Zoti është shembulli i njeriu i cili është mbi një urë ose në një rrugë dhe anash kësaj rruge ka dyer. Apo jo, hadithi i njohur. Dhe mbi këto dyer ka pëlhur. Dhe në fund të rrugës është një thirrës që thret, e janë këtu. Dhe mbi rrugë është një thirrës tjetër që thotë mos i hap ato perdet, mos i hap dyert, se nëse i hap do të biesh brenda. Ai e thotë mos e hap se do të biesh brenda. Cilat janë këto dyer? Se ka dy anë rruga. Dyert e dyshimeve dhe paqartësive dhe deviacioneve, njerëzve me mendime problematike dhe dyert e kënaqësive dhe, si më thënë, dëshirave apo pasioneve apo epsheve. Mos luj, angazhohu me të mirë që mos kesh kohë më angazhu dhe më marr as me këtë krahun këtej, as me këtë krahun këtej. Për ndryshe, siç e thash, shumë njerëz që kanë qenë shumë korrekt, shumë në rregull, shumë mirë, i kemi parë se kanë përfunduar shumë keq. Pse? Kanë menduar se s'ka gjë. Kanë menduar që se nuk është ndonjë gjë e madhe. Aq ka qenë e keqja. Momentin që këta njerëz kanë menduar se vetë do t'ja dalin, aty pas kanë rënë viktim. Allahu na ruaj. Suratu Zelzele na mëson gjithashtu rëndësinë që ka dorëzimi i amanetit tek i Zoti i vet. Po nga nxorëm këtë, që vetëm për amanetin nuk flitet këtu. Nga nxorëm këtë detaj interesant, se duket sikur po filozofojmë. Toka çfarë bën? Dorëzon amanetin. Cili është amaneti i tokës? Njerëzit që janë brenda saj. Dhe haberet, lajmet që ka marrë nga veprimet, fjalët dhe sjelljet e njerëzve. Çfarë bën toka? Dorëzon amanetin tek Zoti. Bi anna rabbaka awhalaha. Se Zoti i ka thënë, Zoti e ka inspiruar tokën. Atëherë toka ka marrë amanetin, e ka ruajtur. Se t'ishte për tokën, kishte palos me kohë njerëzit. Amaneti i tokës është jo, rrije qetë derisa të vi ora, derisa të vi momenti. Se do i nxjerrësh, s'u bë më, dalin gjithë. Edhe ti do t'i thush të gjitha çka ka ndodhur mbi ty. Pra toka e çon amanetin në vend. Ne duhet ta çojmë amanetin në vend. Cili është amaneti jon? Përgjegjësia. Gjithë secili prej nesh është përgjegjës. Dhe gjithë secili prej nesh ka marrë një amanet mbi supe. Fillon me besimin, me fenë e tij, e mbaron pastaj deri ke rruga, që mos më bë pis apo mos më dëmtu njerëzit, apo mos më lën pucët apo shapkat aty ke xhamia, rrëmuj, sikur më qenë mulli pucësh. Edhe aty është, amanet është dhe ajo. Se ne mendojmë vetëm rruga jashtë, po edhe rruga këtu. Edhe shapat aty. Amanet është dhe ajo. Njeriu që ka kuptimin e amanetit është shumë korrekt. Shumë korrekt. Ti kur e more Islamin e more si paket, nuk të gjon, po e mor, po do t'i jetë sa faqe. Është Islami. Udkhulu fi silmi kafe. Merrni siç është. Ky është Islami. Në momentin që ti pastaj fillon edhe nuk je korrekt, do të thotë se nuk je tu e çuar amanetin ashtu siç duhet në vend. Prej mësimeve që na jep neve suratu Zelzele, e kemi përmendur edhe gjatë tefsirit, është se njeriu nuk duhet të mbledhsojë, e kemi përmendur gjatë tefsirit. Njeriu nuk duhet të mbledhsojë për veprave të mira asgjë. Nuk duhet të mbledhsosh. Bëje për hatër të Zotit. Për i deg pemë burri i fitoi xhenetin. Për i qen burri i fitoi xhenetin.
Për i macë gryja huaj fitoi xhenemin. Për i buzëqeshje tjetri fiton xhenetin. Për një çelje në fytyrë, hiç më hiç, ai ka hallet e veta me miliarda halle, po thjesht kur i shef njerëzit çelet. Kjo lufta e tij me veten e tij për të qenë i çelur para njerëzve është sevap. Si tha, po pejgamberi i Zotit tha, çfarë të bëj unë tha? Tha i rast. Tha po nëse s'kam, tha mësoj dikujt zanatin. Tha po nëse s'kam zanat as për vete. Tha mësoj dikujt, tha ndihmoj dikujt që është të punu në një zanat. Tha po nëse s'kam mundësi, s'ka rrugë me ndihmu, as me ndihmu. I tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mos bëj keq. Tha të paktën mos bëj keq, se kur nuk bën keq dhe ti ke mundësi me bë keq, shkruhet sevap tek Allahu se kur ke dhënë sadaka. Pra mos të vlefso asgjë, siç e kemi përmend edhe gjatë tefsirit, sepse nuk dihet dy gjëna. Nuk dihet se si të zën vdekja dhe mund të gjej vdekja më të gjonë e vogël, më të gjonë që dy duket e pavlerë, a mos quhet se ke mbyll jetën në vepër të mirë, dhe e dyta, arsyeja e dytë, mos e nënvlerëso se mund të jetë sebepore diçka shumë e vogël, diçka shumë e thjeshtë që ka met që ti të fitosh kënaqësinë e Zotit. Aty mund të ketë ngel, aty ku ty s'ta merr mendje. Për këtë arsye kur kam qenë para një muaj më duket në Belgjik, ishim tek çunat në Gent, kam pas një ligjërat me titullin Shfrytëzo mundësinë. Mos e nënvlerëso mundësinë që të jepet. Me raste nga sahabët, tabiinët e kështu me radhë. Kështu që ne kemi elhamdulillah, shqyrë Zotit, kemi shumë raste, shumë mundësi me fitu kënaqësinë e Zotit. Po jemi neglizhent, jemi të hutuar. A diti që kafshët me të gjitha ndarjet e tyre që kanë, qofshin gjitar, qofshin zvarranik, qofshin shpend, qofshin insekte, janë shumë më vigjilente se sa njeriu në objektivin e tyre të jetës. Njeriu është, sepse njeriu ka të gjitha të përzira mrena. Ka dhe botën engjëllore dhe botën djallëzore, ka dhe të mirën dhe të keqen, ka dhe të bardhën dhe të zezën, ka dhe dritën dhe errësirën, njeriu ka të gjitha. Për këtë arsye. Ke parti në xhapik që dalin e ditë dhe mëngjeset, të hotohet të pa lumin ose të pa fikun. Shko, marron punë, kthehet, është në rregull ai. Vazhdo jeta. E ke njeriu iku mësimi. Vazhdon, iku ushqimi, uftof, maroj, vazhdon, iku vdiq baba me nonën, ky e ka mendin këtu. Ndërkohë që këto 3 orë që harxhon, apo 4 orë pa pushim, subhanallah, mund të kishe kënaq gruan, mund të kishe kënaq fëmijët, mund të kishe kënaq nonën, mund të kishe kënaq babën, mund të kishte bë shumë punë dobishme, mund të kishe shkuar në palestër, mund të kishte bë, subhanallah, me 10, mos më thon me 100 vepra të mira. Pra pse neglizhenca? Dhe fatkeqësia më e madhe është kur dikush mendon se po qem rregull me namazin, s'ka mo gjëra të tjera. Po nuk është namazi gjithçka. Namazi është shumë çka, shumë i rëndësishëm, nuk ka gjë që mund të konkurojë apo barazojë namazin, por njeriu nuk duhet mjaftohet vetëm me namazin. E kundërta e kësaj, mos nënvlerëso prej të këqijave asgjë. Mos nënvlerëso. Siç u fut një gru për i qenë në xhenet, u fut i gru tjetër për një mace në xhenem. Siç u fut njëri në xhenet për i fjalë të mirë, që e tha pa mendje dhe pa ndonjë qëllim shumë të lartë, u fut dikush 70 vjet në xhenem për i fjalë që e tha dhe ky pa mendje dhe pa ndonjë qëllim të madh shumë. Për këtë arsye mos neglizho, mos nënvlerëso. Edhe të këqijat mos i nënvlerëso. Po mirë Allah, tani ti i bie që ne të jetojmë si me lajke, jo më Allah se tha kush këtë. Nuk e tha kush këtë. Por reflekto, nëse gabo, kape situatën, reflekto thuaj o Zot më fal. Bëj vepra të mira etj, siç duhet të reagojë njeriu kur e kupton se ka gabuar apo ka rrëshitur në një moment të caktuar.
prej mësimeve që na jep suratu Zelzele është rëndësia që ka që njeriu ta fitoj, ta mbroj dhe ta ruaj dashurinë e Allahut deri në vdekje. Shumë e rëndësishme kjo pjesë. Sepse njeriu mund të jetë i dashur i Zotit për një kohë të caktuar, pastaj mund të dali nga dashuria e Zotit. Normalisht dashuria e Zotit është me shkallë sipas devocionit dhe përkushtimit që ka njeriu. Po dikush mund të jetë në një moment caktuar të jetës tek shkalla më e lartë e dashurisë së Zotit, dhe mund të vijë një moment që mund të kthehet shumë mrapa. E rëndësishme është që ne, përderisa e kemi fituar dashurinë e Zotit, duhet me majt, duhet me rujt. Pse është e rëndësishme o vëllezër, thash me rujt deri kur? Deri në vdekje. Pse? Sepse Allahu nuk e dënon atë që e do. Ore ti, në këtë botë, njëri që e do fort, sa herë e fal? I Zotit di se sa herë e fal, vetëm se e do fort. E po të desh Allahu fort, e po vdiqe duke të dash Allahu fort, ti je i sigurt se çka ka për të ndodhur mas vdekjes, kur ti i pret gjitha shpresat se mund të punojsh më se s'ka më, ke punë me Allahun. E Allahu është me robën e tij më i dhimbshur, më i dashur, më i kujdesshëm se sa prindi me fëmijën e tij. Kanë pyet njërin për të parëve tanë, cili është ajeti në të cilin njeriu duhet të reflektojë më shumë në Kur'an. Ka thënë liyurau a'malahum. Njerëzit do të dalin të ndarë në ndarje, pra gjithë secili do të jetë në grupin e tij, në turmën e tij, në profetin e tij e kështu me radhë, për të parë veprat e tyre. Pra çdo gjë do të paraqitet. Pra Zoti na ndihmoft e Zoti na forcoft. Prej urtësive ose mësimeve që na jep neve suratu Zelzele është rëndësia që ka tauhidi në namaz, rëndësia që ka tauhidi në Islam. Tani këtu, po këtë ku e nxorre i dashur, mirë këto tjerat i përtypëm. Po është vetëm sura ku nuk flitet për tauhidin. Nga e nxorrëm këtë muhabet o lul? Lul i dashur. Ka doli tauhidi këtu, s'ka tauhid, kjo sura nuk flet fare për tauhidin. Apo flitet për peshore? Çfarë është gjëja që peshon më shumë peshore? Tauhidi. Atëherë nga kjo mësure ne mësojmë rëndësinë që ka njëshmëria besimi se Zoti është një i vetëm, pa shok. Rëndësinë që ka të vdesësh me la ilaha illallah. Rëndësinë që ka la ilaha illallah gjatë gjithë jetës. Se nuk ka gjë, a thamë ne do të peshohen gjonat. Nuk ka gjë më të rëndë ditën e Kiametit në peshoren e Zotit, se sa të dalë njeriu nga kjo botë me besim të pastër. Ora çdo që të kesh bën, 99 regjistra gjunofe. Vjen i cop letër, jo i regjistër, i mush, ose i fletore, ose i libër, jo me i cop letër, kartë, në të cilën është shkruar la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, 99 regjistra fluturojnë në ajër. Kupton ti çfarë rëndësie ka që njeriu të jetë me besim të pastër? Ama po nuk e pata atë flet, s'ka vlerë më asgjë. Çdo që të bëj njëri, po nuk pati besimin e pastër, çdo që të ketë po mirë vllai, po këto shkretnin që nuk janë, po kanë botë mirë, thot pejgamberi alayhis salam, u ajep Allahu dhe i shpërblen Allahu për të mirat e tyre në këtë botë. Çdo jo besimtari që bën vepra të mira pafundësisht, e shpërblen Allahu pafundësisht në këtë botë. Dhe nuk i del atij në botën tjetër asnjë lloj llogarie me i kërku Zotit se kam bërë këtë vepër të mirë. Për çfarë do i kërkoj Zotit? Ai kishte adhuruar Zotin pas i lloj gjunafi 500 vjet, dhe kur i peshoi Zoti shikimin, ikën 500 vjet adhurim.
Jo, ky që mund të ketë bë vepra të mira çdo që të ketë bë. Vetëm me shikimin 500 vjet barazim, bile mirësia e shikimit më e rëndë, si më thonë, se sa 500 vjet adhurim. Po veshët, dëgjimi, po e folmja, po radak janë rregull. A ka çmim radakja kur punon, funksionon rregull? Ka çmim? S'ka çmim. Kur s'është në rregull, çado që të kesh, s'ka asnjë lloj vlere. E të tjera për mirësive që i ka fal Zoti njeriu. Po, këtu del edhe kjo tjetër, tani e kuptuat ju atë formulën, rëndësia që ka namazi në Islam, kuptohet nga suratu Zelzele. Pse? Se gjëja e parë është namazi në rregull. Vallai me namazin probleme, mirë, hapni regjistrat të shohim çik punën si ka robi. Kur fillon me njerëzit, ka gjak në kurriz ky person, thonë me lajket nuk ka. Atë se i shohim. Ka tolerancë. Ka gjak, hapen gjitha fletat e tjera. Ai që ka gjak do të japë llogari edhe për i gjok koti, që s'ka si lloj vlerën, ka si me gjakun. Rëndësia që ka edukata dhe sjellja e mirë. Argumenti në surën Zelzele, peshimi. Pejgamberi sa ka thënë, gjëja që më shumë ti peshon në peshoren e Zotit ditën e Kiametit është sjellja e mirë dhe edukata. Nuk ka si edukata, nuk ka si sjellje. Edhe në jetën njerëzore, ke dy persona, një që është edukuar i sjellshëm dhe ke një tjetër që nuk është i tillë. Kush të hyn në zemrën më shpejt? Ai që është edukuar dhe i sjellshëm. Pse? Se e ka bë Zoti ta tillë njeriu që është i prirur për këtë gjë, jo për këtë tjetër. Po pse i ka kushtuar kaq shumë rëndësi Islami kësaj pjese? Pyetje. Pse Islami ka kushtuar kaq shumë rëndësi sjelljes dhe edukatës? Pse kaq shumë? Sepse sjellja dhe edukata prek njerëzit. Ti me sjellje dhe me edukat mund përfitohet shumë dhe mund të qetësosh shumë dhe mund të rehatosh shumë dhe me sjellje dhe me edukat mund të jesh të merri, mund të jesh i papërballueshëm. Pra, mungesa e edukatës dhe e sjelljes është mundim për krijesat e Zotit dhe prezenca e edukatës dhe e sjelljes është bekim për krijesat e Zotit. Pra ty Allahu po të shpërblen, jo thjesht pse buzëqeshe, pse fole but, po ti faktikisht i duke i bë mirë kujt krijesave të Zotit, atëherë ty Allahu shpërblen se je duke bë mirë dhe dobi për krijesat e Zotit, ndërkohë që e kundërta këtë tjetrin, Allahu xhelalu e ndëshkon për sjelljen e keqe, jo thjesht pse rrenë ti. Nuk është problemi pse rrenë ti, po ky me këtë rrenën po dëmton. Nuk është problemi se shau, po ky me këtë shamën po dëmton. Nuk është problemi se po shpërndan thashë theme, po ky me këtë po dëmton, po shqetëson krijesat e Zotit. S'ke drejti të shqetësosh krijesat e Zotit. Prandaj dhe i ka kushtuar rëndësi kësaj pjese Islami. Në mëson suratu Zelzele gjithashtu se nëse njeriu bën një të mirë, e mira tërheq të mirat e tjera. Dhe nëse njeriu bën një të keqe, e keqja tërheq të këqijat e tjera. Në përgjithësi, e mira shkon me të mirat dhe e keqja shkon me të këqijat. Për këtë arsye mundohet të jesh i vëmendshëm, pra suratu Zelzele, sikur po na thot neve, o njeri, rri vigjilent, rri me sy hap, rri me sy çel. Sepse çdo gjë regjistrohet, çdo gjë dëshmohet, çdo gjë do të peshohet, çdo gjë do ta shohësh. Atëherë kujdes. Mos bëj diçka që do të kesh nevojë për shkak të asaj të kërkosh hallallikun apo faljen apo pendimin. Apo njeriu e ka të vështirë, atëherë nëse e ke të vështirë, në momentin që e peqë gabove, bëu ti i pari që kërkon hallallikun, që kërkon faljen. Qoftë kjo në raport me Zotin, mos e le të shkojë puna se e tërheqje keqja të keqen, qoftë në raport me njerëzit, se
edhe me njerëzit, fillon bëhet si edukat pastaj. E bën me këtë, pastaj e bën me atë, e bën me atë, bën me atë tjetrin dhe kthehesh në arrogant. Suratu Zelzele na mëson gjithashtu që njeriu duhet të jetë i kujdesshëm me pasojat e veprave të tij. Po ku e ka suratu Zelzele këtë pjesë për shembull? Që se ka hiç. E ka se ata çdo gjë që ata veprojnë, njeriu është veprues në dy mënyra. Veprues i drejt për drejt i gjës ose veprues indirekt i gjës. Drejt për drejt kur ti flet, kur ti vepron, kur ti sillesh, këtu quhesh veprues. Dhe në momentin që ti mëson dikë ose orienton dikë, apo kjo sjellje jote apo gjëja jote bëhet shkak për dikë, qoftë për mirë, ty të vjen sevapi dhe shpërblimi, qoftë për keq, ty të vjen azabi dhe ndëshkimi. Kështu që suratu Zelzele thotë, jo vetëm kujdes për atë që bën ti, po kujdes edhe për pasojat dhe efektet e asaj që bën ti, se nuk do të peshohen vetëm këto që bën ti, po do të peshohen edhe efektet e veprave të tua. Tani këtu sura Zelzele nuk e ka, po e ka hadithi, apo jo? Dhe ne nuk mund ta morim Kur'anin vete, po do ta morim bashkë me hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Suratu Zelzele na mëson se mjeti për të arritur një të mirë shpërblehet njësoj si e mira, dhe mjeti për të arritur një të keqe shpërblehet njësoj si e keqe. Pra nëse dikush, për shembull, të japim shembull, nëse dikush për të ardhur në xhami duhet eci ose duhet harxhoj benzin makinës ose duhet të japi biçikletës, të gjitha këto i shkruan njeriu të sevap dhe shpërblim. Edhe pse faktikisht duket kështu si vepër e rëndomt, ama shpërblehet. Po kështu edhe tek e keqja, nëse dikush i jep makinës më shku me vjet, edhe lëvizjet e tij me makinë, harxhimet e benzinës, harxhimi i lekëve për të bler atë benzinë apo naftën ose gazin ose korrentin, i shkruajnë gjitha gjunofe dhe këto gjërat. Prandaj ne kemi një rregull që thotë e adhurojmë Zotin me synimet dhe qëllimet dhe mjetet. Dhe se qëllimi apo synimi nuk justifikon mjetin, por edhe mjeti duhet të jetë i sakt, i drejt dhe halal. Se ka për njerëz që thonë gjo, po patë qëllimin, nuk ka problem si arrit tek qëllimi jam. Që s'është mos ka lidhje pastaj kjo. Ktu ke dal nga besimi, ti mund të jesh në rregull me teorinë X-it dhe Y-it, për aty që i kanë sjell dhe ndërtuar këto teori, po ke Zoti jo. Allahu adhurohet me qëllimet edhe me mjetet. Kush na jep një argument për këtë? Kush na jep një argument shumë interesant? Kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë një fis, sa më men ka qenë fisi Beni Seleme. Fisi Beni Seleme ka qenë fisi me shtëpiat më të largëta të Medinës krahasim me besimtarët e tjerë që kanë qenë afër xhamisë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe disa nga kullat e tyre të gurit janë edhe sot e kësaj dite të paprishme, kanë ngel në 2-3 vende afër Uhudit. Kujdesi i tyre dhe dëshira e tyre për të qenë në xhami me pejgamberin alayhis salam e tjerë, kanë dash me ndru vend, si më thon. Edhe ka marrë vesh këtë muhabet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i ka thirr. Çfarë doni me bë? Tani më pa flas shumë gjuhë popullore. Çfarë doni me bë? Më fjalë, çfarë doni të bëni? Kan thonë ato duam të vim afër xhamis, si luli për shembull, që thirret ezani zbret në tokë. Themi afër xhamis, kan thonë ato që ka thonë Beni Seleme, diarukum tuktebu atharukum. Beni Seleme, rrini atje në vendin tuaj se ju shkruhet sevapi i të ardhmes. Ju shkruhet sevapi i të ardhmes, shpërblimi i të ardhmes. Normalisht që ka edhe objektiv tjetër kjo këshilla, që njerëzit të rinë
në për vendet e tyre dhe të adhurohet Zoti kudo, po edhe të mbrohet vendi. Pra nëse gjithë njerëzit do zbresin me një vend, kush do ta ruaj vendin nëse sulmohet nga armikut? Ka shumë urtësi, po një nga urtësitë është kjo që ka përmend këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prej mësimeve që na jep suratu Zelzele është se keq kuptohet një ajet kuranor dhe lexohet shpesh në për takime, në për mezhlise, ose mbahen ndoshta edhe flitet në për ligjërata. Është një ajet kuranor që thot Zoti: "Wa qul i'malu fa sayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Thuaj, punoni, se çfarë bëni ju do ta shohë Zoti, do ta shohë i dërguari, do ta shohë pra Zoti, do ta shohë i dërguari dhe besimtarët. Faktikisht ky ajet është i saktë. Po është vendos gabim në mënyrë se si nganjëherë ne e sjellim. Ajeti këtu flet për munafikët. Ajeti është për munafikët. I thot Zoti munafikëve: "Wa qul i'malu fa sayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu boni çfarë doni." Se Zoti e shef çfarë boni ju dhe i dërguari i tij e sheh, po edhe besimtarët do ta shohin. Pra ju mund të fshiheni në këtë botë dhe mund të maskoheni, po nuk i fshiheni dot Zotit. E kjo gjë do të dalë ditën e Kiametit, e kjo gjë do të shihet nga besimtarët ditën e Kiametit. Pra kjo është ideja. Pra mësimeve interesante që ka suratu Zelzele është kur ndodh një tërmet në këtë botë, çohen njerëzit për të rregulluar dëmet e tërmetit. Kur ndodh tërmeti i ahiretit, s'çohet dot njëri me rregullu dëmin që i ka shkaktuar vetes vet. Jo me yaqumun nasu nuk ke kohë më për rregullim. Ndodhi tërmeti, dolën njerëzit, i panë vërtetat. S'ka më kohë për rregullim. Këtu në këtë botë mund të rregullojë njeriu, mund merri metodat, mund luaj prej vendit, etj. Kurse tërmeti i ahiretit s'ka çfarë ke pru, çfarë ke sjell. Besimi i mirë dhe hutia apo gafleti nuk shkojnë bashkë. Besimi i mirë, i sakt, i drejt, dhe hutia, anarshia, rëmuja, gafleti nuk shkojnë bashkë. Për shembull dikush thotë, ama se filani është naiv. Nuk shkon kjo faktikisht, nuk i shkon besimtarit kjo lloj gjëje. Njëri mund gaboj, po nuk, si tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, muslimani nuk pickohet nga e njëjta vrim 2 herë ose nga e njëjta ose në të njëjtin vend. Pra besimtari reflekton, nuk mund të thoshti vallai, ama se s'ka valla. Pra besimi jep njeriu transformim pozitiv në gjitha kuptimet. Edhe në dynjë, edhe në jetë, edhe në shkollë, edhe në punë, edhe në korrektesë, në gjitha, sepse është besimtar valla. Nuk është i hutum. Sepse e di që në botën tjetër për çdo gjë ka hajde këtu. Ti nuk mund të ishi justifikuar si dikush tjetër që thot hajde mos sa të jemi. Të hajmë çat hajmë, kapim çat kapim. Ti s'mund të jesh i tillë. S'ta lejon ty besimi dhe feja jote me qenë naiv. Pra mësimeve që na jep suratu Zelzele është ata që janë të dashuruar me natyrën, me daljet nëpër male, nëpër kodra, nëpër lumej, kështu. Këshillohen që kudo që shkojnë të adhurojnë Zotin, të falin namaz, të lexojnë Kur'an, përmendin Zotin. Sepse gjithë këto vende do të dëshmojnë për këta njerëz ditën e Kiametit. Se dikush ka të kufizuar shtëpi, punë, xhami është për shembull shumë më i kufizuar. Dikush tjetër ka për vëllezërve që janë shumë dhënë me dal, me lëviz, me bo vrap etj, me dal nëpër malën, për këshillohen që ta përmendin pse? Sepse toka nga më të ndryshme do të dëshmojnë trasin ezanin, të garojnë për ezanin në mal, në lugin, në det, në lum, kudo që të jenë.
sepse do të jetë dëshmi, do të dëshmoj ditën e Kiametit. Prej urtësive që ka, thot ti, bëj atë që do të gëzoj ditën e Kiametit, jo atë që do të hidhroj, se ke për ta pa. Prandaj mundohu në këtë botë të rregullosh letrat, qysh në këtë botë, me pendim, me rregullim, me kujdes, që kur dalësh ditën e Kiametit ti jesh i kënaq, fsha vetëm të mira. Prej mësimeve që na jep suratu, s'kemi kohë më ufut tek surja tjetër, prej mësimeve që na jep suratu Zelzele është, aty shohim një nga kuptimet plotësuese të ditës së Kiametit që e ka emrin Yawmut Talaq, dita e takimit të madh. Në përgjithësi kur ngjëm në për ligjërat ose në për këshilla, dita e takimit të madh pra do të takohen njerëzit me të afërmit e tyre, me të dashmet të vdekmit, e ku dijon etj. Jo më do të takohesh me profetin alayhis salam. Do të takohesh me Allahun. Do të takohesh dhe me verbrat e tua. Pra Yawmut Talaq nuk është vetëm do të takohemi me të vdekmit. Jo, të kemi të taku me të vdekmit, po, por kemi të taku edhe me veprat e tua. Pra prej takimeve që përfshin fjala e Zotit për ditën e Kiametit, Yawmut Talaq, dita e takimit të madh, është dhe takimi i njeriu me veprat e tij, me sjelljen e tij, me edukatën e tij, me të folmen e tij, me lëvizjet e tij e me të gjitha. Mirë, inshallah, po mjaftohemi me kaq, sepse pastaj do të futemi në surën El-Adiyat, edhe më mirë ta marrim nga fillimi javën tjetër, inshallah, me shpresën e të Madhit Zot.